Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit UTA, takomi së bashku në emisionin e Ramazanit. Aty ku kemi sjell shumë tema të bukura rreth fesë islame, edhe sot kemi një temë tjetër. Ajo është Ramazani dhe ndërgjegjësimi për ahiret, i cili do të flasë dhe i ftuari i sotëm në emisionin e Ramazanit, ai është Imam Qazim Dodo. Faleminderit së pari që pranuat të jemi së bashku në këtë studio, por edhe të na flisni si imam për këtë temë. Faleminderit për juve për ftesën, faleminderit për organizimet cilët i keni bërë gjatë këtij muajit të bekum të Ramazanit, posaçërisht ju, por edhe Bashkisë Islame të Ulqinit, ku vazhdimisht i kanë marrë njerëzit në vazhdimsi me rregullime të brendshmërisë tonë, me imanin tonë, me atë se çka ka nevojë më tepër te njeriu, dhe Allahu ju shpërbleft edhe në këtë dynjë por edhe në ahiret. Çka në mëson Ramazani për ditën e llogarisë? Atëherë, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë dhe mëshirë kërkojmë. Selamet më të përzemërt ta dërgojmë më të dashrit Perëndis, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve deri në ditën e gjykimit. Kur flasim për Ramazanin, normalisht që ka dobi shumë të tepërta, normalisht edhe për njeriu nga ana fizike, por edhe nga ana shpirtërore, cilën do ta kena edhe më të rëndësishme në ditën kur dalim para Allahu xhaleshanuhu, ditën kur, siç thotë edhe Allahu xhaleshanuhu në surën Tarik, në ajetën e 9, ditën kur do të zbulohen të fshehtat. Sado që na të mundohna të mshehna njeriu, sado që të mundohna vetveten tonë, të jena vetëm me Allahun xhaleshanuhu, prapse vetëm Allahu edhe na e dim se çka kena në brendësinë tonë, se çka kena në fshehtësinë tonë, në lidhje me krijuesin e gjithësisë, qoftë ajo adhurim ndaj Allahut xhaleshanuhu, por edhe gjunahet cilat na i bëjmë dita ditës. Atëherë Ramazani normalisht mundohet që neve të na drejtoj, mundohet të na largoj nga ajo e përditshme cilën na e kena vepruar deri në arritjen e këtij muaji të bekuam, por normalisht që edhe të mundohet që njeriu të jetë në përmirësim gjatë gjithë kohës edhe gjatë gjithë jetës tij, që në përfundim të Ramazanit të jetë i përfituar, jo për vetëm se i ka kaluar një muaj i bekuar edhe ka fituar shpërblimin, po në ditën kur dalim para Allahu xhaleshanuhu, siç thotë edhe pejgamberi alayhis salam, që çdo vepër e birit të Ademit është për veten e tij, domethënë për neve, përveç agjërimit, kur Allahu xhaleshanuhu për këtë mund, cilën na kena bë për çdo vjet cilën e kena kaluar, Allahu ka më na shpërbly në atë formë se siç ai e di, edhe siç ai mendon që është më e mira për ne. Sepse shpesh herë neve na ndodh që kena qef diçka, po Allahu xhaleshanuhu neve nuk na jep se e din se nuk është e mirë për neve, kurse na mendojmë të kundërtën. E Allahu xhaleshanuhu gjithmonë mendon më të mirën për robën e vet. Po si e paraspeshon agjërimi dynjan dhe ahiret? Atëherë, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot që Ramazani, agjërimi, vjen që ta ndërpres agjërimi këtë lidhjen e robit me dynjan, edhe ta përkujtoj Allahun xhaleshanuhu edhe arsyeën e krijimit tonë, sepse me të vërtet shpesh herë dynjaja na hjek prej asaj, na largon prej asaj qëllimit se për çka Allahu xhaleshanuhu na ka krijuar, e mas tepër ti mundim ta dallojmë në këtë muaj se me të vërtet robi i Allahut mundohet mas tepër se kur. E keni pa që gjithmonë njerëzit e mundojnë vetëm më tepër, e shohim nëpër xhamia që janë plot, e shohim që njerëzit e napin atë me të vërtet se për çka janë krijuar, me të vërtet e napin atë më të mirën e tyre që të jenë përfituam dhe normalisht që shpërblimin e presim vetëm prej Allahu xhaleshanuhu edhe jo kur prej njerëzve edhe shoqërisë cilën na jetojmë dita ditës. Po na trego pak si bëhet Ramazani mbrojtje për njeriu në ditën e gjykimit? Atëherë kemi një hadith pejgamberit alayhis salam, i cili e transmeton Imam Mahmedi, ku thotë që në ditën e gjykimit, normalisht në ditën kur kena më pas nevojë më tepër ti ndërmjetësim, kur kena më pas në ditën ma nevojë për shpëtim, qoftë nga Allahu xhaleshanuhu, qoftë edhe
prej pejgamberit alayhis salam, prej Kuranit famlar, por normalisht edhe prej agjerimit, ku thotë edhe pejgamberi alayhis salam që ditën e gjykimit kanë me ndërmjetësua Kurani edhe agjerimi për robën e vet. Dhe normalisht agjerimi ka më thënë për robën Allahu xhaleshanuhu që ky ka lanë ato cilat te ja ke ndaluar vetëm për hir tënde dhe për atë arsye që na t'jena të shpëtuar, në bash në ditë cilën na kene nevojën më të madhe t'jena shpëtuar nga Allahu xhaleshanuhu. Siç e thamë edhe më përpara që përmend me hadithin e pejgamberit alayhis salam që thotë Allahu xhaleshanuhu që kam na shpërblyer për këtë vepër që na bëjmë. Me të vërtetë që ditën e gjykimit na kena prej atyre personave që ndoshta ju kena hyrë hak, kena prej atyre personave që ju kena bë gjunahe, edhe i kena shti në gjuna, kena shti normalisht veten ton pikësparje. Dhe në atë ditë për atë arsye edhe ekziston dita e llogaridhënies, dita e baraspeshimeve, ku gjithë secilit ka më dhënë haku, gjithë secilit ka më dhënë haku që është marrë këtë dynja dhe Allahu xhaleshanuhu prej gjithë cilave veprave tona të cilat ne i kena vepruar në këtë muaj, jo vetëm këtë muaj, por gjatë gjithë jetës tonë, ka më na marrë prej veprave tona që ti kompenzojmë, që t'ju kthejmë hakun. Atyre që i kena hyrë në hak, ato mund na i marrin veprat tona të mira. Përveç agjerimit, sepse Allahu xhaleshanuhu edhe një herë siç e cekme që për këtë vetëm Zoti e di se çka ka më kënë shpërblimi jon, po kryesorja e lutim gjithmonë Zotin që t'jena prej atyre cilët në ditën e gjykimit na thoi Allahu xhaleshanuhu hyni në xhenetin tim. Si e shihnin të parët Ramazanin edhe ahiretin? Atëherë normalisht që na si musliman shëmbëltyr kryesore ose udhërrëfyes edhe udhëzues kena pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si ne ka bë hapën edhe ne kena ndjek hapët e tij, edhe siç e dim që pejgamberi alayhis salam vet ka qenë Kurani i cili ka ecën nëpër tokë. Mirë po me pejgamberin alayhis salam normalisht kanë jetuar edhe sahabët, edhe mundohen gjithmonë që prej sahabëve edhe na të mësojmë, sepse kanë pasur sfida të ndryshme, normalisht që sfida më e madhe është besimi cilin ata ja kanë dhuru pejgamberit alayhis salam. Në të njëjtën formë na mundohen prej sahabëve, prej dietarëve të cilët e kanë analizuar atë se çka pejgamberi alayhis salam na ka thënë përmes haditheve dhe përmes Kuranit, dhe çka mund të cekim është një rast i Abdullah ibn Omerit, ku thot sikur thot Tadia që ditën e gjykimit kena me dalë para Allahu xhaleshanuhu, e dim, thot që kena me dalë para Allahu xhaleshanuhu, edhe veprat tona nuk kanë me qenë mjaftueshme. Por mëshira e tij, ajo ka me qenë ajo cila ka më na shpëtuar. Dhe thot po ashtu Abdullah ibn Omerit që këtë ditën e fundit, cilën na edhe ndodhemi, mënoj thot me përfituar atë shpërblimin në natë skadrit, që kur dal në ditën e llogaridhënies, tjetë shpëtim për mua. Do thonë ditën kur atë njerëzit kanë me pas nevojë për shpëtim, unë thot jam prej atyre të cilët kam shpëtuar përmes adhurimit, cilën e kam bërë natën e kadrit ndaj Allahu xhaleshanuhu. Po ashtu Ebu Bekri Sidiku e thot që ma letë thot kisha qenë një pemë, se sa më ka kriju Allahu xhaleshanuhu si njeri. Pse? Se pema normalisht nuk ka më qenë në llogaridhënie ndaj Allahu xhaleshanuhu, po për njeriu nuk ka ikë kësaj ditës së caktimit. Po ashtu edhe kemi edhe një rast ku Omer ibn Hatabi thot që edhe pse në një hadith pejgamberit alayhis salam thuhet që ka qenë prej xhenetlive, ka fituar xhenetin këtë dynja, thot sikur ta dije që ditën e gjykimit ka me qenë një person i cili nuk ka me hyrë në xhenet, kisha pas frikë thot që unë nuk kam me qenë ai person i cili nuk ka me hyrë në xhenet. Kjo është domethënë e frika së cilën na duhet t'ja kena Allahu xhaleshanuhu, sepse me të vërtetë siç përmendëm që dynjaja është lakmuse, dynjaja është prej atyre të cilëve njeriu e largon shpesh herë prej asaj arsyes së krijimit, por na gjithmonë e lutim Allahun xhaleshanuhu që t'jena prej atyre të cilët nuk e harrojmë arsyen e ardhes në këtë dynja, arsyen se pse Allahu xhaleshanuhu neve na ka krijuar,
dhe arsyen pse Allahu xhaleshanuhu e ka dhënë edhe llogaridhanjen, por na ka dhënë mundësinë e Ramazanit, që normalisht njerëzit të jenë të përfituar, sepse pa përfitimin cilin Allahu xhaleshanuhu neve na ka dhënë përmes këtyre mundësive të ndryshme që na shpesh herë i kena në dorë dhe nuk e dim, njëjtën formë edhe Ramazani, gati në përfundim të saj, e shohim se koha kalon shpejt, por janë gjithmonë ato veprat tona të cilat na i veprojmë, që kanë me mend në këtë dynja, janë ato vepra të cilat na beladiku i kena bë mirë, po na nuk e harrojmë, ajo ka me kënë shpëtim bela për ne në ditën e gjykimit. Po, me qenë se përmend me mbërritem edhe drejt fundit, me qenë se përmend edhe 10 ditëshin e fundit, na flisni pak një mesazh le të jetë kë për gjithë shikuesit tani përpara dhe se të bëjnë iftar, rëndësina, po cili do të ishte një mesazh për këtë vlerën e 10 ditëshit fundit? Atëherë, për vlerën e këtij 10 ditëshve duhet të tregoj një rast ku një besimtar i vërtet ka qenë për atyre të cilëve gjithmonë ka falë namaznate, ka qenë për atyre që adhurimin ndaj Allahu xhaleshanuhu nuk e ka kufizuar vetëm ndaj atyre ibadeteve të cilët na i bëjmë edhe i kena obligim ditën, por ai ka falë namaznate gjatë gjithë kohës edhe ku njerëzit e tjerë kanë qenë duke fjetur. Edhe vjen një rast, një natë, edhe nuk e ka mundësinë që të zgjohet për namaznate, kur i del gjumi, fillon edhe qanë, sepse me të vërtet ai kishte bërë shprehi që të jetoj me adhurim të Zotit, edhe me kërkim falje të Zotit, edhe jashtë atyre obligimeve që i kena, edhe kur zgjohet, e shet që i ka kalu, fillon pra edhe qanë, kërkon falje tek Allahu xhaleshanuhu, edhe pse nuk e ka nevojën e faljes, kërkimin e faljes për atë namaz cilin është vullnetar, nuk është obligativ. Por edhe vjen edhe një natë tjetër ku prapi ndodh e njëjta situatë, mirë po Allahu xhaleshanuhu e bën të mundshme që këtij personi t'i vi iblisi, t'i trokas në derën e tij, edhe t'i thojë që të dalë edhe të falë namazin e natës, për arsye se ai lot i cili e ka hedh atë natë, ka sheh Allahu xhaleshanuhu, ka qenë shumë i rënd për iblisin, edhe nuk ka mujt me adhurua. Kështu që i thot, ma lehtë për mua është që ti gjatë kohës cilën e fal namazin e natës, se sa pendimin cilin e ke ti të sinqert ndaj Allahu xhaleshanuhu për atë vepër cilën ti nuk e ke vepruar. Për atë arsye edhe na duhet të jena prej atyre që në këtë ditë të fundit mundohna përfitojmë sa më tepër, sepse Allahu xhaleshanuhu në këtë ditën e fundit na ka dhënë mundësi të ndryshme që të përfitojmë, i kena në dorë, por shpesh herë na jena prej atyre të cilët i anashkalojmë, si ato të voglat edhe ato të mëdha, edhe tash i kena mundësi, mund të themi për ata tregtarët që ta kuptojnë mas tepërti, edhe Hasan el-Basri o thotë që Ramazani është një shitblerje. Ai dikush përfiton edhe dikush humb. Por më i përfituemi është ai i cili blen. Edhe në këtë ditë fundit e kena mundësinë që të blejmë sa më tepër. Të jena prej atyre të cilët përfitojnë prej atyre mundësive që Allahu xhaleshanuhu na i ka dhuruar, përmes sadakas, përmes namazit natës, përmes leximit të Kuranit, siç e përmendëm që Kurani ka më kena ndërmjetësues për neve. Ai ndërmjetësim tjetë për ne nga Kurani që me të vërtet në këtë ditë të fundit kena qenë për atyre që kena zgjuar natën, kena fal namaz natën, kena lexuar Kur'an, kena ndajnë në kam për hir të Allahu xhaleshanuhu që të jena të përfituar. Për atë arsye mos t'ja shkalojmë këtë mundësi, se me të vërtet shumë Ramazanin e kaluar kanë thënë që Ramazanin tjetër kanë më filluar, por nuk e kanë arrit Ramazanin. Kurse na, cilën e kena mundësinë tash për tash, të jena prej atyre të cilën me të vërtet e kalojmë Ramazanin në adhurim, por më kryesorja është që mas Ramazanit jena prej atyre që vazhdimisht e adhurojmë Allahun xhaleshanuhu, edhe mos ta bëjmë vazhdojmë me vepra që vazhdojmë me vepra të mira, sepse shumica e dietarëve thonë që për ta shikuar që a është pranuar një vepër, shikojë thotë që a vazhdon të veproj vepra të mira pas asaj vepre. Kurse të njëjtën formë thotë edhe për mëkatin. Nëse thotë një gjuna, cilin ai e ka vepruar, edhe e pason me një gjuna tjetër, ai me të vërtetë thotë që është i humbur, sepse mas gjunahit vjen prapë gjunahi. Kurse ai i cili pendohet edhe mundohet që pas një vepre të mirë prapë të vazhdojë me vepra të mirë,
ai me të vërtet ishte i shpëtuar në këtë dynjë, por edhe kur dalim para Allahu xhaleshanuhu, për atë arsye edhe një herë e lutim Allahun xhaleshanuhu që na bëj prej të shpëtuarve, cilët do dalim ditën e gjykimit, edhe të na thojë Allahu xhaleshanuhu që me të vërtet jeni prej xhenetlive, po marr parasysh cilën grad, por mjafton që të jena prej banorëve të xhenetit. Amin. Faleminderit shumë për këtë ligjëratë të ndjeshme që kishim sot në emisionin e Ramazanit, përpara se gjithë këto adhurues të bëjnë edhe iftar ditën e sotshme. Faleminderit shumë edhe një herë që pranuat jeni në studion tonë. Allahu ju shpërbleft dhe juve, ndëgjuesve dhe shikuesve, Zoti ja u pranoftë ibadetet në këtë muaj të bekuar, edhe qoftë vazhdimsi edhe mas muajit të shenjtë Ramazanit. Faleminderit shumë që pranuat jeni këtu së bashku në këtë studio, por falenderoj edhe shikuesit atje përtej ekranit që janë para sofrave të tyre për të bërë iftar. Agjerim pranuar dhe natën e mirë.